Vështirësi ka pas shumë, sepse ofenzivat që janë zhvillu në zonën e Dukagjinit këtu dhe ka qenë një prej zonave që ka përjetu më së tepër me ofenziva të ashpëra për armikut, se ai e dinte që ku kishte rezistencën më të madhe në zonën e Dukagjinit, nga se ishim edhe si brez kufitar me Shqipërinë, ku janë gjitha furnizimet me armatime, me logjistikë për ushqë. Prandaj këtu u zhvillonin në këtë zonë më së tepër me betejat e ashpra. Ka mbet pa ushqime se armiku në ofenziva tentonte çdo gjë. Me stopu, me bloku, po. Diçte çdo gjë, ta bante tokë djegu që mos kem as një gjë mbi tokë që mund të ushqehem apo ta ka gjetë forma me ju dobësu sa më shumë, në forma të ndryshme. Ka qenë edhe qëllim kryesor i tyre që neve na sjellën situatë, qoftë ikim prej këtujt, qoftë edhe të dorëzohemi, nga se kur të met pa ushqim, pa gjithatër, du ta gjesh një zgjidhje, o të dorëzohesh, o ta lëshosh komplet vendin. Po, në momente të tilla që edhe keni mujt me mbet, a keni mendu ndonjëherë mu të rjek? Apo qëllimi u ka një qartë edhe... Qëllimi ka qenë një qartë, kështu që neve kemi gjetë zgjidhje atëherë, ka mbet me ditë tona pa ushqime, por çfarë zgjidhje? Ndoshta me një buk janë ushqy 20-30 ushtarë, nga se një co buk e ndanim se cili me në tjetërin që spakut ka një kafshat dhe ta haj se cili. Ka qenë kohë të vështira për gjitha.